Një përplasje ligjore mes një notere në kryeqytet dhe drejtorisë së përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave ka përfunduar në gjykatën e lartë, e cila ka marrë një vendim të rëndësishëm mbi procedurat e ankimimit. Gjykata e lartë ka prishur vendimin e gjykatës së apelit, duke theksuar se kjo e fundit nuk duhet ta kishte marrë në shqyrtim këtë dosje. Zanafilla e këtij konflikti administrativ daton në maj të vitit 2010, kur drejtoria e përgjithshme e parandalimit të pastrimit të parave gjobiti me 330.000 lekë noteren Lulieta Kongoli në Tiranë. Shkaku i gjobës ishte mospranimi i transaksioneve që kalonin vlerën e 6 milion lekëve, një detyrim ky sipas ligjit të parandalimit të pastrimit të parave. Noterja e kundërshtoi këtë gjobë në gjykatën e rrjedhgjyqësor Tiranë, e cila në vitin 2011 vendosi pro saj duke e anulluar gjobën. Argumenti i gjykatës në shkallën e parë ishte se afati 2 mujor për shqyrtimin e kundravajtjes nga ana e institucionit kishte përfunduar, duke bërë që rasti të parashkruhej. Këtë vendim e la në fuqi edhe gjykata e apelit në Tiranë në korrik të vitit 2012. Por pas rekursit të bërë nga institucioni i parandalimit të pastrimit të parave, kolegji administrativ i gjykatës së lartë konstatoi se i gjithë procesi në gjykatën e apelit ishte bërë në shkelje të ligjit procedural. Sipas trupës gjykuese, në bazë të ligjit për kundravajtjen administrative, që ishte në fuqi në kohën kur nisi gjykimi, vendimet e dhëna nga gjykata e rrethit për gjobat administrative ishin të formës së prerë. Kjo do të thotë se ato nuk lejoheshin të apeloheshin në një shkallë të dytë. Për shkak të këtij ngërçi procedural, gjykata e lartë doli në përfundimin se gjykata e apelit nuk duhet të kishte pranuar ankimimin. Si rrjedhoi, kolegji administrativ vendosi përfundimisht prishjen e vendimit të gjykatës së apelit dhe pushimin e gjykimit të kësaj çështje, duke lënë si vendim të pakontestueshëm atë të gjykatës së shkallës së parë. Drejtësia vendosi në favor të noterës Kongoli.